duhet ka disa çështje. Çështje e parë. Në 20 shkurt, Enver Hoxha nuk ka rrezuar Partia Demokratike. Ka rrezuar studentët. Absolutisht Partia Demokratike qofse do dini, Partia Demokratike ka qenë kundër rrëzimit. Gjithë protesta nisur qytet studentit është e studentëve, dhe është e grupit minatorëve, dhe është e daljes së Bulkut në katin e tretë të Godinës. Tani mund të daljes së Monda Bulkut. Që ishte dhe sot. Monda Bulku aktoria. Se do dalë përsëri dhe atje, por unë kam qenë sipër. Dhe kemi qenë 3 veta. Arsyeja pse kemi qenë atje ka qenë në protestë, sipër në qytet Godin. Në qytet studentit. Qartë, te Godina ku ishte greva uris. Jo te Godina, por ku është ku mblidheshin ku mblidhej populli. Është një pishin tani atje. Në këtë moment. Ku mblidheshin që protestojë. Atje isha unë, Arben Imami, Azem Hajdari. Qartë. Shaku pse kemi qenë, sepse në orën 10 Sali Berisha është regjistruar dhe është transmetuar në sheshin Skënderbek në një Fiat. Në një Fiat. Një Fiat ngjyrë bari ka qenë. Jo, si ishte ngjyrë bari, ishte bezh. Ka qenë në krahun përpara, në krahun e pasagjerit. Ka qenë bari bezh atë. Fiat. Ka qenë bari pak më bezh atë. Fiat i sigurimit të shtetit. Atë e kemi parë, është ajo pamje, po... Jo, është e pamje, po që ishte i sigurimit të shtetit? I sigurimit të shtetit. Dhe Sali Berisha ka qenë brenda. Dhe po flet një person që është dëshmimtar. Kur turma shkoi drejt sheshit, po jap disa dëshmi tani, unë, së bashku me Azem Hajdari... Tani një sekundë, Berisha ka qenë me Fiatin pasi është rrëzuar busti. Para, në orën 10. Para se të rrëzoj. Ka qenë bosh... Kështë ka parë në ora 10? Në ora 10 se ka xhiruar njëri, se ajo është e xhiruar. Është regjistruar. Dhe ajo është pasi ka rënë shtatorja. Jo, është para. Është për para se të bëhet rrëzimi bustit që dish. Dhe është në orën 10. Qofse do dhe detaj... Po ju e kishit këtë informacion? Pa diskutim që i kisha. Qofse i ka qenë në një Fiat sigurimit të shtetit? Nga i kisha, kjo është një vërtet që tashme ekspozuar, nga i kisha unë që rëndësi ka. Rëndësi ka që kjo ishte në atë vënd atje. Tjetër, kur ka zbritur turma poshtë, kur është larguar nga qyteti studentit, të vetmi që kanë mbetur qyteti studentit kam qenë unë, Azem Hajdari, Arben Imami. Rahmet Pasha, Azem Hajdari nuk dëshmon, por Arben Imami duhet dëshmoj një fakt. Që? Kur i bini kokës me grushta dhe thënë na morën në qafë. Kush i binte kokës me grushta? Azem Hajdari dhe Arben Imami. Sepse dalja e turmës drejt qytetit, drejt poshtë, nuk kishte iniciative Partisë Demokratike, përkundër se ishte kundër. Më tej që do të disha kon tej. Unë jam projektues. Dhe di mjaft mirë çdo të thotë të projektosh atë gjën e madhe të shtatoren dhe sa e vështirë është ta rrezosh atë. Qartë. Sepse ajo programohet që të ketë tërmet 9 ballë dhe të mos bjerë. Dhe lidhjet e saj bazament janë të tilla që edhe tanku mund ta tërheq, vetëm tanku. Është thënë tani që ishin liruar më përpara bullonat e... Turmën drejt sheshit e orientonte policia, zotëri. Pra rrëzimi Enver Hoxhës... Tani çfarë po thuaj që se ka rrëzuar studentët e ka rrëzuar Amizalia? Absolutisht e kam thënë jo tani, e kam thënë shumë herë përpara, sepse Ramizalisi duhet me dojë mos rrëzimi. Pse? I duhet sepse e para e çfrynte dhe mos harrojmë që këto procese i ka dirigjuar Ramizalia. Unë kam thënë dhe Partinë Demokratike ka element të cilat japin absolutisht prova që është themeluar nga Sali Berisha. Po më fal nga Ramizalia. Por gjithsesi po qëndroi te 20 janari. Po qëndroi te 20 janari. Shkurti? Tani. Më fal 20 shkurti. Vetëm një gjë, Meçe, pak këtu, se da futen në histori me njerë dhe s'po flasim për protestën. Po me që na futen, s'ka problem. Do flas. Jo, shumë interesante dhe aty po rrit. Vetëm dua të tani më lejo të kap ca kontradiksione. Në qoftë se je duke thënë që Ramiz Alia ishte ai që orientoi këtë histori. Domethënë për ta rrëzuar bustin sepse i duhej. Nga ana tjetër, po ky Ramiz Alia ka krijuar Partinë Demokratike me elementet e vet, nuk më qëndron që atë ditë këta të Partisë Demokratike të ishin kundër rrëzimit bustit, ndërkohë që Ramizi, krijuesi i tyre, donte rrëzimin e bustit. Po sepse unë nuk thash që Bedi Imami dhe Azem Hajdari ishin njerëzit e Ramizalis. Okej? Atëherë Saliu donte të rrëzojë bustin. Saliu të thash në orën 10 ka qenë në shesh dhe dirigjonte gjën atje shifte çfarë do ndodhte. Dhe për të parë pastaj detajet, drejtojnë Raimonda Bulgut pastaj. Drejtojnë që ka saj. E do flasë dhe ju.
Cilat Dhe janë mirëni dhe beni mamin dhe thueni, është e vërtet ajo që ka thënë, por me bes para Zotit. Të vërtet në Zotit. A është e vërtet që kur zbriti turma poshtë, dhe shesh u boshatu, ne tre kemi qenë atje dhe beni mami unë lërin të këshu, dhe na morën qafë. Dhe kjo është e vërteta, zotëri, dhe kjo është e vërtet para Zotit. Po pse s'donte ta rrëzonte Beni Mami Bustin? Se i bie që Saliu pas ka dashur me Ramizin, po s'ka dash Beni me Azemin. Sepse ju nuk e dini që kanë qenë disa lëvizje studentore, të cilat nuk ishin vetëm kohë, po ishin dhe përpara, ku studentët janë marrë dhunisht dhe janë larguar dhe janë shpën edhe të marrin me gropa dhunisht për të tërhequr nga protesta. Si di këto ti? Se di unë që kam qenë aktor në këto lëvizje. Sepse në mënyrë absolute nuk ishte vendosur të rrëzojnë Veroqa, sepse ishte frika një shpërthimi të madh. Për plasje. Po kjo, ky arsyetim është dhënë. Domethënë që ka qenë, pra, ka qenë një ekip drejtues, domethënë pa u futur në shumë teori konspirative, më njëherë. Jo sa konspirative, të lutem. Po mirë, pa u futur shumë në thriller policesk atëherë, me që jo teori konspirative. Po dihet që ka pasur një rrym e cila ka dashur të jetë më e moderuar për të shmangur këtë përplasje, e cila ti e di shumë mirë që pas 20 shkurtit u bë evidente dhe domethënë u menaxhua me vështirësi të mëdha, se u krijuan vullnetarët e Enverit, shkolla e bashkuar doli me armët përpjet, than shtatorin që kemi këtu në oborrin e shkollës do e marrim, do e vëm prap në qytet studenti, pra në sheshin Skënderbej, pra u krijua kjo lloj atmosfere ku mund të kishte një përplasje e cila pastaj nuk do diej ku do shkonte. Pra ka qenë që ka qenë një le themi rrym më e moderuar që thoshte jo, nuk do shkojmë deri këtu, do i bëjmë gjërat më butë. Të mos futem detajon, po vetëm them, ja më fal, do them këtë edhe. Ti e di që unë kam qenë antar i Komisionit Ndërkombëtar Partisë Demokratike deri në 14 shkurt të 91-shit. Pra 6 ditë përpara se të bërëzim. 14 shkurt thash pa ikë shmerë mund, shpun ka mund me Partinë Demokratike dhe ika. Po. Kam ikë. Këtë e ke treguar një. Po. Po mos harroj që brenda Partisë Demokratike, kur ishim Komisionin Ndërkombëtar, ne këtë tezë kishim tezë bazë, sepse prirja e Partisë Demokratike ishte drejtfitores dhe ne ishim të painteresuar të prodhonim konflikt. Ne na interesonte që procesi të ishte i qetë, sepse ishte tendenca. Ishte tendenca. Dhe në këtë plan, rrëzimi e Verogjës në mënyrë të komanduar për mua ishte pjesë e kësaj skene dhe ishte shumë pozitive për të rritur stabilitetin në vend. Por mos më dal tjetri po them dhe thotë që rrëzova unë. Ky është tema që po diskutoj unë. Për Sali Berishën. Po, që më hajti gjithë temën sot, si rrëzuam ne, nuk rrëzoi Partia Demokratike. Këtë duhet të them. Rrëzuan studentët. Pse e them një gjë të tillë? Sepse tani do vite unë zor një qunë. Prit, para se dalësh te konkluzionit, do ja lësh ta bëj një pyetje Bregu? Sepse gjithë narrativa juaj është që Zoti Berisha ishte në një makinë të shërbimit sekret. Të sigurimit. Të sigurimit, po për shërbimit sekret. Dhe lëvizjen, rrëzimin, Partinë Demokratike e ka krijuar ish Indjeri Ramizalia. Ndërkohë, nga ana tjetër ju thoni që keni qenë protagonist i atyre ditëve. Ju vetë, nga ishit të motivuar, se të gjithë ndihmë, ata që keni pas rreth e qark, na dalin instrumenta. Ju vetë, nga ishit të motivuar dhe si u gjendët aty? Në ç'plan nga ishe i motivuar? Që ishe në këtë protest, që ishe protagonist. Se kuptoj, në ç'plan ishe protagonist, thash më datën 14 unë largu nga PD-ja. Jo, ke thep tani që isha protagonist i këtyre protestave. Ishe në ngjarje. Po, si ishe, si u gjende, se këta punë i quan si instrumenta. Si isha unë. Po, si u gjende, me çfarë motivi? Unë isha nga aktivistët e flak të Partisë Demokratike, ishta dishti, dhe unë isha për të futur në grevnoris, por që dish, tani sa po më del, sot kisha ditëlindjen e çunit, 35 vjetorin. Dhe kjo që arsye që unë nuk u futa në grevuria. Ti prisje djalin ato ditë.